Në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës janë modernizuar shërbimet radiologjike me pajisje të reja digjitale, duke mundësuar ekzaminime më të shpejta dhe më efikase për pacientët. Sipas doktorit Burim Polloshka, pajisja e re e rentgenit mundëson procesim të shpejtë të imazheve dhe reduktim të kohës së pritjes. Pajisja e rentgenit është modelit më të rrot që ka ardhur me furnizuar vjet, është plotësisht digitale. E ka pjesën e vetë, shumë efektive, me qenë se realizohen ekzaminimet shpejt edhe procesimi i imazheve bëhet shpejt, kështu që pacientave nuk i bie më prit. Për momentin jemi shumë të angazhuar me vizita sistematike, faktikisht 3 ditë në javë, dhe një pjesë tjetër kur të lirohen nga vizita sistematike, atëherë ke mundësi edhe për pacientë ambulantor. Krahas rentgenit të ri, në funksion është rikthyer edhe dezometri për matjen e densitetit të eshtrave. Përveç kësaj kemi edhe densitometrin, e cila për një kohë fatkeqësisht ka qenë defekt, mirë po është rregulluar dhe punon rregullisht, zakonisht pas pushimit mëngjesit kur i kryejmë vizita sistematike, atëherë përkushtohemi këtij lloji ekzaminimi. Mes tjera është doktori Polloshka foli edhe për shërbimet të cilat i kryejnë këto pajisje. Për pajisjen e rentgenit, për mjekëve, problemet të cilat zgjidhen me ekzaminime radiografike, i kryejmë gjitha, kurse densitometria me rekomandimet mjekëve tjerë, domethënë kur kanë probleme me densitë ashtit, probleme endokrinologjike, dhe ato i kryejmë varësisht për mjekëve specialistë të cilët lypin. Tutje radiologu Polloshka tregoi se a duhet caktuar termin për shërbimet e radiologjisë. E kem të rregulluar një farë termini, meqense se ekzaminimi i densitometrisë zgjat pak më shumë, kështu që duhet ta bëjmë një listë, mirë po nuk presin shumë, kryen shpejt. Pajisjet e reja radiologjike në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës pritet të përmirësojnë cilësinë e punës, duke mundësuar ekzaminime më të shpejta, më të sakta dhe me më pak pritje për pacientët.